Për 5 ditë deri në 25 tetor, dhoma e avokatisë do të hyjë në bojkot në shenjë proteste për arrestimin e avokatit Uilian Bajrami 2 ditë më parë në akuzën se ka kanosur për shkak të detyrës prokurorin Gjergji Ceka. Debati ka ndodhur 3 ditë më parë gjatë seancës për konfirmimin e masave të sigurisë për 14 persona të arrestuar në 13 tetor në një lokal në Elbasan, mes të cilëve edhe Maksim Suçi, që mbrohej nga avokati Bajrami. Bojkoti do të prekë të gjithë shkallët e gjyqësorit, përfshirë dhe kushtetuesen, ndërsa përjashtohen vetëm seanca që kanë si objekt caktimi, ndryshimi, zëvendësimi apo shuarje në masës së sigurisë. Në reagimin e një ditë më parë, dhoma avokatisë kërkoi gjithashtu shqyrtimin urgjent të çështjes nga Inspektoriati i Lartë i Drejtësisë, Këshilli i Lartë Gjyqësor dhe Këshilli i Lartë i Prokurorisë. Avokati u vune pra nga paskallëzimit të bërë nga prokurori Ceka. Avokati hodhi akuza për manipulim provash, ndërsa ju drejtua prokurorit duke i thënë se do të merrte personalisht me të dhe me oficerët e policisë gjyqësore dhe se do të bënte kallëzim pasi konstatonte elemente të veprës penale. Kjo deklaratë u mor si kërcënim nga prokurori dhe bëri kallëzim në polici. Shoqata e avokatëve penalistë të Shqipërisë e ka cilësuar ndalimin si të pajustifikueshëm dhe të rrezikshëm për pavarësinë e profesionit të avokatit. Sipas deklaratës zyrtare, avokati në fjalë kishte paralajmëruar prokurorin për një kallëzim penal, duke akuzuar për manipulim të provave në dëm të klientit që ai përfaqësonte. Arrestimi i një avokati për shkak të ushtrimit të detyrës është një akt i papranueshëm që dëmton seriozisht besimin e publikut tek drejtësia dhe cënon ekuilibrin e procesit të rregull gjyqësor, thuhet në deklaratën e shoqatës, e cila kërkon lirimin e menjëhershëm të avokatit, hetim të pavarur mbi ngjarjen dhe masat disiplinore ndaj çdo zyrtari që ka keq përdorur detyrën. Komiteti drejtues i dhomës së avokatisë ka vendosur që avokatët të mos marrin pjesë në asnjë seancë gjyqësore gjatë periudhës së bojkotit si formë proteste ndaj asaj që e konsideron cënim të pavarësisë profesionale dhe një precedent të rrezikshëm për sistemin e drejtësisë.